Të shtunën më datë 29 mars në sheshin Iliria në Tetov, shoqata Uniteti Islam nga ora 13 deri në orën 21 do të ndajë 5.000 pako për fëmijët e Tetovës në prag të festës së Fitër Bajramit. Amar Dauti nga kjo shoqat deklaron se nëpërmjet këtij aktiviteti synojnë të afrohen akoma më shumë me njerëzit dhe t'i lumturojnë fëmijët në prag feste. Prandaj bëri apel tek prindërit që bashkë me fëmijët t'i vizitojnë tendat e tyre në qendër të Tetovës dhe të pranojnë dhurata. Ftojmë ne gjithë qytetarët që të vinë me fëmijët e tyre për të marrë dhuratat dhe për ta ndjekur gëzimin e festës së Fitër Bajramit në mënyrën më të mirë dhe në mënyrën më të bukur. Në të kaluarën normalisht ka pas aktivitete të tilla të cilët kanë synuar gëzimin e fëmijëve, edhe aktivitete sociale, mirë po këtë vit, domethënë me rastin e festës së Fitër Bajramit, numri i dhuratave është një numër që ndodh për herë të parë, domethënë qytetin tonë bëhet fjalë për 5.000 dhurata. Dauti gjithashtu falenderoi të gjithë qytetarët që kontribuan në realizimin e këtij projekti, duke qenë se i njëjti ka një kosto të lartë dhe vetëm fal donatorëve mund të bëhej realitet. Unë shfrytëzoj rastin që të falenderoj dhe të shpreh mirënjohje për gjithë ata të cilët kanë kontribuar që të realizohet ky projekt, po edhe për gjithë ata të cilët vazhdojnë të kontribuojnë që të realizohet ky projekt. Nga se siç e përmende, normalisht për realizimin e këtij projekti nevojitet një kosto goxha e madhe. Andaj u themi gjithë atyre të cilët kanë kontribuar dhe vazhdojnë që të kontribuojnë, Zoti ju shpërbleft me të mira dhe ju gëzoft juve në dunjë dhe në ahiret, ashtu siç ju bëheni arsye për t'i gëzuar fëmijët, domethënë me rastin e festës së Fitër Bajramit. Normalisht ne e dim se në aspektin fetar, nëpërmjet këtij projekti ne synojmë dhe të afrohemi tek Zoti, se veç tjerash adhurimi është edhe që të fusësh domethënë gëzim tek zemrat e njerëzve. Për këtë arsye transmetohet një thënie profetike ku thotë i dërguari Muhamedi alayhis salam se prej veprave më të dashura tek Zoti është që të fusësh gëzim në zemrën e muslimanit. E imagjino tani ne mundohemi që të fusim gëzim në zemrat e fëmijëve tanë në një festë siç është festë e jona e muslimanëve, festa e Fitër Bajramit. Përndryshe, Uniteti Islam është shoqat me karakter fetar, humanitar dhe kulturor. Është aktive që nga viti 2008. Uniteti Islam realizon në vazhdimsi projekte të ndryshme rreth mësim besimit fetar, projekte rreth edukimit të brezave dhe predikon Islamin nëpërmjet hoxhallarëve që janë pjesë e kësaj shoqate.